Mos harro të bësh subscribe. Universi po lëviz për 5 shenja. Një lajm i madh, lehtë dhe një mundësi që nuk pritej. Ka periudha kur gjërat lëvizin ngadalë, pothuajse pa u ndier, dhe ka periudha kur universi të jep shenja shumë më të forta se zakonisht. Fundi i këtij muaji po hyn pikërisht në një fazë të tillë, sepse për disa shenja po afron një moment që mund të sjellë një lajm të madh, një shtys në lek dhe një mundësi që nuk ishte parë qartë deri tani. Nuk bëhet fjalë vetëm për fat të rastësishëm apo për një emocion të momentit, por për një energji që i shtyn disa njerëz të kuptojnë se diçka po ndryshon realisht në drejtimin e tyre. Kur universi nis të lëviz, ai nuk e bën gjithmonë me shurmë. Ndonjëherë e bën me një takim, me një telefonat, me një përgjigje që vjen pas shumë pritjeje, me një rast që në fillim duket i vogël, por që më pas kthehet në diçka me peshë të madhe. Pikërisht kjo është atmosfera që po afrohet për 5 shenja që në ditët në vazhdim mund të ndjejnë më fort lëvizjen e fatit, të lekëve dhe të mundësive. Për disa prej tyre do të jetë moment vendimi, për disa moment konfirmimi dhe për disa të tjerë një hapje që nuk pritej fare. Sot do të ndalemi te 5 shenja që mund të përballen me një lajm të rëndësishëm, me lëvizje konkrete në planin material dhe me një derë që nis të hapet në momentin kur mendonin se gjithçka po ecte ngadalë. Shenja e parë është demi. Për ty, universi po lëviz në një mënyrë që lidhet drejt për drejt me stabilitetin, me lekun dhe me sigurinë që kërkon prej kohësh. Ti je nga ato shenja që nuk e do lëvizjen pa drejtim, nuk e do premtimin bosh dhe nuk emocionohesh lehtë nga gjëra që s'kan bazë. Pikërisht për këtë arsye, ajo që po afrohet për ty mund të ketë më shumë vlerë, sepse nuk duket si iluzion i momentit, por si diçka që vjen me peshë reale. Këto ditë mund të të afrojnë një lajm, një kontakt, një ide ose një mundësi që lidhet me përmirësim konkret. Mund të jetë diçka që lidhet me punën, me një çështje financiare, me një pagesë, me një ofertë ose me një rrugë të re që të bën të mendosh ndryshe për javët që vijnë. Për demin, universi nuk po lëviz për të sjellë zhurmë, por për të sjellë qartësi. Ti mund ta ndjesh që po afron një moment ku do të kuptosh më saktë çfarë duhet të mbash dhe çfarë duhet të lësh pas. Në planin e lekëve, kjo periudhë mund të të japë një shtysë pozitive, por jo si dhuratë pa bazë. Kjo vjen më shumë si rezultat i një vendimi të zgjuar, i një qëndrimi të duruar, ose i një shansi që më në fund shfaqet në kohën e duhur. Demi duhet të jetë shumë i vëmendshëm ndaj detajeve, sepse një mundësi që në pamje të parë duket e vogël mund të jetë shumë më e rëndësishme nga sa duket. Gjithashtu, një lajm i madh për ty mund të ketë të bëjë me konfirmimin e diçkaje që e ke pritur gjatë, ose me një zhvillim që të bën të ndjesh se toka po bëhet më e sigurt nën këmbët e tua. Për demin, kjo është periudhë ku universi të shtyn të lëvizësh me mendje të ftohtë, por edhe me besim më të madh te ajo që po afron. Shenja e dytë është luani. Për ty, universi po lëviz me energji më të fortë, më të dukshme dhe më të drejtë për drejtë. Ti je nga ato shenja që e ndjen menjëherë kur diçka po afrohet, kur atmosfera ndryshon dhe kur një situatë po shkon drejt një pike kthese. Në ditët që vijnë, ti mund të jesh përballë një lajmi që të rikthën forcën, të ndez ambicien dhe të jep ndjesinë se më në fund po hyn në një fazë ku je më afër asaj që do ky lajm mund të lidhet me një person, me një mundësi, me një zhvillim në planin e punës ose me një hapje financiare që të jep më shumë frymëmarrje. Për luanin, ajo që po vjen nuk ka të bëjë vetëm me vlerën materiale, por edhe me ndjesinë e rikthimit. Mund të kesh kaluar një periudhë ku gjërat nuk të kanë dhënë aq sa ke dashur, ose ku ke ndier se je mbajtur në pritje më gjatë se sa duhet. Por tani, universi po të jep një sinjal ndryshe. Kjo nuk është kohë për të qëndruar në vend, por për të kuptuar se një derë mund të hapet pikërisht kur ti vendos të mos e ulësh më veten. Në planin financiar, luani mund të përballet me një moment ku sheh më qartë një mundësi për përmirësim, për rritje ose për lëvizje konkrete. Nuk është e thënë që gjithçka të vijë menjëherë, por sinjali që vjen tani ka shumë rëndësi, sepse të tregon drejtimin. Për ty ka vlerë edhe mënyra si e lexon këtë periudhë. Nëse e kupton që universi po të thërret të jesh më i guximshëm, më i kthjellët dhe më i gatshëm për të marrë vendime, atëherë kjo lëvizje mund të kthehet në pikë shumë të fortë për javët në vazhdim. Luani duhet të jetë gati, sepse kjo mundësi që nuk pritej mund të vijë pikërisht në momentin kur ti mendon se ende nuk ka ardhur koha. Shenja e tretë është akrepi. Për ty, universi po lëviz në mënyrën më të thellë dhe më të ndjeshme, sepse ti je nga ato shenja që e kupton ndryshimin para se ta shohin të tjerët. Kjo periudhë nuk të vjen me qetësi të zakonshme.
Të vjen me tension të brendshëm, me ndjesinë se diçka po afrohet, se një situatë po merr drejtim dhe se një lajm i rëndësishëm mund të dalë në sipërfaqe shumë shpejt. Për akrepin, ajo që vjen tani mund të lidhet me lekun, me një zhvillim profesional, me një person që kthehet me një ofertë apo me një përgjigje, ose me një mundësi që deri tani ka qenë e fshehtë. Ti je nga ato shenja që nuk beson lehtë dhe ndoshta mirë bën, por kjo nuk do të thotë që duhet të mbyllesh kur universi po të dërgon sinjalin e duhur. Në planin financiar mund të ketë një kthes të rëndësishme. Mund të mos jetë shpërthimi menjëhershëm, por mund të jetë pikërisht ai zhvillim që hap një derë tjetër, që të lehtëson, që të jep qartësi dhe që të bën të ndryshosh qasje. Lajmi i madh për ty mund të mos vijë me zhurmë, por me peshë. Mund të jetë një konfirmim, një mundësi e re, një zgjidhje për një situatë që të ka lodhur, ose një riorganizim që të vendos në pozitë më të fortë. Akrepi ka nevojë në këtë periudhë të mos mbajë më pas asaj që nuk lëviz. Nëse diçka po zgjatet pa kuptim, universi mund të tregojë qartë se ka ardhur koha për ta lënë pas. Dhe pikërisht kur lëshon atë që s'të mban më, hapet një mundësi që nuk e kishe parë. Kjo është arsyeja pse për ty kjo periudhë është e fortë. Nuk sjell thjesht emocion, por të çon drejt lëvizjes, drejt zgjedhjes dhe drejt një qartësie që ka munguar. Shenja e katërt është bricjapi. Për ty, universi po lëviz me një energji më serioze, më të qetë në pamje, por shumë të rëndësishme në thelb. Ti nuk je shenjë që joshet lehtë nga premtimet. Ti kërkon prova, kërkon siguri, kërkon bazë. Pikërisht për këtë, ajo që vjen tani për ty mund të ketë shumë vlerë, sepse nuk duket si gjë kalimtare, por si një hapje që lidhet me rezultatet, me punën dhe me qëndrueshmërinë. Bricjapi mund të jetë përballë një lajmi që lidhet me një mundësi konkrete, me një përgjigje që është pritur, me një hapje profesionale, ose me një zhvillim financiar që të jep më shumë qartësi për muajin që vjen. Në planin e lekëve, kjo shenjë mund të ketë një përmirësim që nuk vjen rastësisht, por si pasojë e asaj që ka mbajtur gjatë, e asaj që ka ndërtuar me durim dhe e asaj që më në fund po jep shenjë. Për ty ka rëndësi të mos nënvlerësosh një mundësi vetëm sepse vjen qetë. Ka raste kur gjërat më të mëdha nuk hyjnë me zhurmë, por me seriozitet. Universi po të shtyn të shohësh më qartë ku duhet të përqendrohesh, cilin hap duhet të marrësh dhe çfarë nuk duhet të shtysh më. Një lajm i madh për bricjapin mund të jetë pikërisht ai moment ku kupton se një situatë po merr formën që doje, ose se më në fund po të afrohet një rrugë më e qëndrueshme. Kjo nuk është kohë për të dyshuar te vetja. Është kohë për të qenë i kthjellët, praktik dhe i gatshëm për të kapur mundësinë që vjen. Bricjapi mund të hyjë në javët e ardhshme me më shumë kontroll, më shumë siguri dhe me ndjesinë se universi më në fund po i kthen diçka mbrapsht. Shenja e 5 është binjakët. Për ty, universi po lëviz në mënyrë më të shpejtë, më të gjallë dhe më të paparashikueshme. Ti je shenjë që shpesh jeton mes ideve, sinjaleve, kontakteve dhe lëvizjeve të shpejta, por kjo periudhë ka diçka ndryshe, sepse nuk sjell vetëm energji, por sjell edhe mundësi me peshë. Binjakët mund të përballen me një lajm që vjen shpejt dhe që ndryshon menjëherë atmosferën. Mund të lidhet me komunikim, me një ftesë, me një ide që merr jetë, me një person që hap derë, ose me një lëvizje në punë dhe në fitime që nuk ishte parë më parë. Për ty, kjo është periudhë ku duhet të jesh i zgjuar, i vëmendshëm dhe i gatshëm për të kapur rastin. Universi po lëviz për binjakët jo duke u dhënë gjithçka gati, por duke hapur një shteg që mund të kthehet në diçka të rëndësishme nëse lexohet si duhet. Në planin financiar mund të ketë lëvizje pozitive, sidomos aty ku ke qenë duke kërkuar më shumë hapësirë, më shumë alternativë dhe më shumë liri. Lajmi i madh për ty mund të vijë nga aty ku nuk e pret, dhe pikërisht kjo e bën këtë periudhë kaq të rëndësishme. Mund të jesh përballë një zgjedhjeje ku duhet të vendosesh shpejt, por jo pa menduar. Mund të jetë një rast që të nxjerr nga rutina, që të jep një shtysë të re dhe që të bën të ndjesh se po hyn në ditë më të gjalla. Binjakët duhet të jenë të kujdesshëm me shpërqendrimin, sepse kur universi dërgon sinjal, ai duhet kapur në kohë. Nëse e bën këtë, atëherë kjo mundësi që nuk pritej mund të kthehet në një pikë shumë të rëndësishme për rrugën tënde. Pra, universi po lëviz për demin, luanin, akrepin, bricjapin dhe binjakët në një mënyrë që mund të sjellë lajm, lekë dhe një mundësi që nuk pritej. Për disa kjo do të vijë si konfirmim, për disa si kthes, dhe për disa si një derë që hapet pikërisht në momentin kur mendonin se ende nuk kishte ardhur koha. Gjëja më e rëndësishme në këtë periudhë është të mos injorosh sinjalet, sepse një bisedë, një takim, një përgjigje ose një zhvillim i vogël mund të ketë shumë më tepër peshë nga sa duket në fillim.
Nëse je një nga këto 5 shenja, vëzhgo me kujdes atë që po afrohet dhe mos e nënvlerëso mundësinë që të del përpara. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe më thuaj nëse e ndjen që universi po lëviz edhe për ty, dhe nëse do më shumë video të tilla, mos haro të abonohesh në kanal që të jesh gjithmonë me ne në parashikimet e radhës.